Real Madrid ka bërë një gest të madh human dhe mbështetës ndaj ish lojtares së saj, kosovare Aslani, pas dëmtimit të rënd që ajo ka pësuar së fundmi. Klubi madrilen i ka dërguar një letër zyrtare Aslanit, duke i uruar shërim të shpejt dhe duke shprehur mbështetje të plot institucionale nga i gjithë struktura e klubit, përfshirë edhe presidentin Florentino Perez. Në mesazhin e publikuar, Real Madridi thekson respektin dhe lidhjen e veçantë me futbollisten, e cila ka qenë pjesë e ekipit të femrave dhe ka lënë gjurmë të rëndësishme gjatë periudhës së saj në klub. Letra e plot e dërguar nga drejtori i marrëdhënieve institucionale të klubit, Emilio Butragueno, është si më poshtë. E dashur kosovare, në emër të gjithëve ne që formojmë Real Madridin dhe veçanërisht të presidentit ton, Florentino Perez, duat ju përcjell urimet tona më të mira për një shërim të shpejt nga dëmtimi juaj. Me shumë dashuri, një përqafim të madh thuhet në letrën e nënshkruar nga Emilio Butragueno, drejtori i marrëdhënieve institucionale të klubit. Ky gest nga Los Blancos vjen si dëshmi e vlerësimit dhe respektit që klubi ruan për ish lojtaret e tij, si dhe për kontributin e Aslanit gjatë kohës së saj në ekipin madrilen.